çfarë pyetje e vështirë. Ta pyesim Arbenin në momentin. Unë prita që do t'ja jap fjalën ekspertëve që janë të thirrur këtu për të folur për atë gjë dhe unë matoshi vendosëm që sonte ta kemi rolin që vetëm të miratojmë argumentet e tyre, të themi po ti mirë e ki, po dhe ti mirë e ki. Megjithatë, po provoj që të jap një opinion. Slovakia nuk duket që është ekip i dobët. As Kosova, sepse më duket që Kosova prej që ka fillu me lujt në lojra ndërkombëtare, nuk e di a ka qenë ndonjëherë më mirë. Dhe nuk e di që ka pas ma shumë gjasa për mu kualifiku. Megjithatë, duke e marrë parasysh që ka unë përballë me Slovakinë, është shumë vështirë që të themi që Kosova do ta amon Slovakinë dhe anasjelltas. Tash të shuhem. Fantastike, kishte analizë shumë e thellë.